Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, mi mbrama kudo që na ndihni të nderuar shikues. Kosova ndodhet në fushat parazgjedhore për zgjedhjet lokale të vendit. Në nivel vendi kandidatët po prezantojnë ide të ndryshme, por tempoja e fushatës zgjedhore nuk është në nivelet e krahasueshme me fushatat që janë mbajtur para 4 vitesh. Ka një trend s'po thëmë marginal, po më të pa masovizuar të kandidatëve të e kështu me radhë. Prishtina natyrisht se përbën njërin prej komunave, me qenë se është edhe kryeqytet, njërin prej betejave më të mëdha të rëndësishme politike, qysh tani gjithë fokusi i partive politike duket se është në Prishtinë dhe në 2-3 komuna tjera më të mëdha. Sonte kam ftuar njërin prej kandidatëve për asambleje komunale, që është kandidat garues në këtë zgjedhje në siglën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotin Burhan Pajaziti. Mbrëma Pajaziti. Po merrni jo tani me këtë zgjedhje, një morë dhe në të kaluarën. Si është gjendja tani? Kontaktet me njerëz. Që përvojë ndani Pajaziti? Unë kam qenë kandidat për Asambleje Komunale dhe 2 herë tjera. Po. Kam qenë me Partinë Demokratike të Kosovës, kam qenë edhe me Lëvizjen për Bashkim. Ndërsa tasht kam vendos me garu në singlën Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ta them të drejtën, nuk është që nuk ka emra apo njerëz të cilët janë të devotshëm apo të cilët kanë dëshirën dhe ambicjet për të bërë mirë për Kosovën. Por realisht disa nga mos them se po i bie që po nënçmoj apo po iritoj, po injoroj, disa nga garuesit edhe nuk janë të përgatitur për betejën cilën është Kosova, po dhe po. Po. Andaj unë po besoj që edhe këto zgjedhje do të jenë të qeta, do të jenë normale, sikur gjitha zgjedhjet e kaluara, dhe mendoj se në fund do të fitojmë më i miri. Ç'po ofroni ju për Prishtinën? Çfarë po u thoni njerëzve kur të takoni me ta? Unë ta them të drejtën, kam hyrë në këtë garë në singlën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke ditur se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës më ka dhënë mundësinë që të jam më afër njerëzve dhe më afër komunitetit tim. Unë nuk ofroj projekte të cilat kanë kosto financiare dhe nuk premtoj si ta them, projekte të tjera që kanë që kanë kosto financiare edhe nuk jep diçka jo logjike. Unë jam konkret. Unë premtoj të jem zëri i shtetarit, premtoj se nuk mund të jem qelsi i zgjidhjes problemit tuaj, po do të jem zëri juaj aty ku ju keni nevojë që hallet e juaja t'i prezantoj në Asamblenë Komunale të Prishtinës. Domethënë, ky premtimi im është se këtë punë mund ta bëjmë bashk, ku ti me votën tënde më dërgon mua që të bëhem zëri yt në Asamblenë Komunale të Prishtinës. Ky është premtimi im. Pajaziti, çfarë po u kërkojnë njerëz kur po takoni me ta? Shiko, kërkesat janë të ndryshme. Të janë zgjedhje komunale, njerëz mund të kenë kërkesa edhe për te. Realisht zgjedhje komunale, mirë po mos harrojmë se zgjedhjet komunale nuk duhet të merren si zgjedhje politike. Domethënë një këshilltar komunal është administrativ, i cili është zëj një qytetarit, I një lagje, i një komuniteti në komunë. Tani, kërkesat shembull të lagjes time nuk përkasin me kërkesat e lagjes tjetër. Se nga lagja në lagje ka kërkesa nga lagja në lagje. Shembull, në lagjen time ne kemi Velania, në Velani, ku unë jetoj, si një kërkesë është e para mos mundësia e qasjes në çerdhe publike. Në është e vërtet që Soskindër Dofti është në lagjën Velania,
Edhe është e vërtet që kur e kanë nënshku kontratën komuna dhe sosi, që banorët e lagjës Velania të kanë një qasje më të lehtë në sos. Por fatkeqësisht ajo nuk ka ndodhur. Ende nuk po ndodh. Ju nuk keni privilegj pse një banor pas e lagjës që dërkoni fëmijët. Absolutisht. E dyta është trafiku urban. Velania si lagje me infrastrukturë është që nga vitet e 80-ta. Do me thënë... është pa ajo infrastrukturë, po. Po, lagja është ndërtuar me vetë kontributin e banorëve. Do me thënë nuk është ndërtuar nga komuna infrastruktura, po është ndërtuar nga vetë banorët. Në atë kohë. Në atë kohë, sepse në atë kohë ati që i është dhënë trolli, ka qenë detyruar të bëjë edhe një pagesë shtesë për rrugën dhe për kanalizimin dhe për të gjithë pjesën tjetër infrastrukturore. Po. Do me thënë, ndërsa pas vitit 99, pas shlirimit, me Velanin nuk është marrë askush. Është e vërtet që Velania... Aty ka qenë presidenti Shiko tani, nëse flasim presidenti, krye parlamentari, atë në pozita të tjera... Po thëmë, aty ka qenë, ke komshia ta. Plotësisht e vërtet, mirë po, pozitat e tyre nuk përkojnë me nivelin lokal. Dhe, them si shaka, ata janë hypë në përveturat e tyre dhe kanë vazhdu në vendin e punës ku e kanë pas. Ndërsa na kemë pas edhe në kryetar komune në lagjën Velania, edhe asambleistat të ndryshëm, i vetmi që në lagjën Velania ka arritë të bëjë diçka është Lirak Qelaj, nësa ishte asambleist, ku e ka sjell ambulantën në lagjën Velania. Liraku. Liraku. Do me thënë, ajo... As ambulant nuk ishte? As ambulant nuk ishte. Ajo është merit e Lirak Qelës që ka arritur të sjell ambulantën në Velani. Për ndryshe... Shërbimin primar publik shënë. Po, Velania nuk ka deri sot, deri më tani kur na po flasëm, nuk ka as trafik urban. Lagje... Mos them lagje të cilat janë ndërtuar tani, pas luftës, të cilat mos themi edhe që nuk do të duhet të ishin projekt pa e nënçmuar dhe një lagje, nuk do të duhet të ishin projekt para Velanis për trafikun urban, dhe me thënë Velania edhe në ditën e sotme nuk ka trafik urban. Velania ka shumë njerëz... Ke pyetur Pajaziti për cilën arsye vërtet Velania s'ka trafik urban? Ta them të drejtën, unë kam bërë kërkesë, me qenë se në një mënyrë kam qenë si përfaqësues i lagjës Velania. Dhe kam bërë kërkesa të shumta në komunë, po? Drejt komunës, kem pas takime edhe me ish-kryetarët e komunës, me Shpenda Ahmetin, dhe me të gjithë të tjerët me radhë, edhe para dhe pas, dhe premtimi i tyre gjithmonë ka qenë se sa po të përfundojnë zgjedhjet, trafiku urban do tjetë kështu ju kanë thënë? Në hartën zonale. Kemi edhe, që nga viti 2017, kemi edhe kur kemi protestu në rrugë, kemi bo ankes, kemi bo peticione, do me thënë, nga të herë... është i barë për prindërit kjo, për fëmijët, për këdo, për pensionistët? Velania ka një grup njerëzish të moshuar. Ta shti, po flasëm për Velanin, kur flasëm për Velanin, kjo është e rrok edhe me hallën e muhaxherëve, e rrok edhe pjesën tek varrezat e hebrejve lartë, do me thënë, mos flasim e rrok edhe Sofajlin që është një qikë ma largë, e rrok edhe Tasligjen, është një zonë e cila nuk ka pasur trafik urban deri më ditën e sotme. Jo, nuk ka, vërtet. Është diçka tjetër, linja normale Bregu i Gjellit, ajo është linjë që e mbaj mend ne, pse kam qenë unë fëmijë, ka qenë e linjë. Është e vërtet që kanë qenë linja të tjera, për shembull sikur 3A, 3B, 3C, po në asnjë moment, asnjë kryetar komune nuk e ka marrë guximin apo nuk e ka marrë vendimin që ta qel një linjë të re për trafikun urban në Velani. Tani, a është kjo pasojë e asaj se Velania ka qenë si një lagje elitare, ku... Po ndëshkot se ka qenë lagje elitare dhe? Ku realisht... Si është e mundë ndodhë kjo? Po vetëm ajo mundë ndodhë, se diçka tjetër nuk ka këtu. Nëse, kur kanë qenë Shpenda Ahmeti kryetar, atëhere edhe unë kam qenë personalisht e kam bështet që të hapet rruga e presidenti Ibrahim Rugova. Dhe në atë kohë kemi biseduar pikrisht edhe për trafikun urban. Do me thënë, qëllimi i Shpenda Ahmetit, apo qëllimi i politikave madhore ka qenë që në një mënyrë apo tjetër, që ne nuk e kemi kuptuar si banor të lagjës, që të ndëshkohet familja e presidentit. Në atë kohë? Po realisht... Kështu e keni përjetuar, si ndëshkim ndaj familjes presidentit? Nëse
ti nuk më fut në asnjë projekt të komunës, atëherë ju e pasni pas qëllimin vetëm e ndërshku dikënd? A keni bisedu me këta kryetarë? Me Shpendametin kemi bisedu. Tani kush ka qenë pas Shpendametit? Kush është problemi real sipas jush? Janë rrugët e ngushta që të mos ketë trafik urban? Ajo infrastruktura, ai modeli i rrugëve? Nëse flasëm për rrugët e ngushta, Po them, pyetje po bëj, po. Jo. Po edhe unë po ta shpjegoj, nëse flasëm për rrugët e ngushta, zgjidhje ka, sepse mund të mos ketë autobus të gjatë, mund të ketë një minibus. Po. Domethënë Ka. Është mundësia për ta bërë këtë. Mirë po, realisht, përgjegje nuk na u ka kthyer kur, ndërsa çdo herë në takimet elektorale, përgjegja e parë ka qenë se kësaj radhe trafiku... Garuzi, domethënë paraziti, sa kanë ardhur në Velani, kandidatë për kryetar të komuna, premtimin e parë kanë pasur se do ta zgjidhin çështën e trafikut urban. Dhe kjo nuk ka ndodhur. Deri më sot nuk ka ndodhur. Tani po e shoh që një përpjekje, ndoshta një përpjekje e fushatës që zoti Përparim Rama ka thënë se na kanë fut në atë hartën zonale edhe neve Velanin, Sofajlin, Tasligjën, Zllatarin, e kështu me radhë, po presim që të bëhet kjo mrekulli. Me qenë se kjo nuk duhet të jetë mrekulli, po... Si e përjetojnë banorët aty që 25 vite, 26, të mos ketë trafik? Është shërbim elementar që për këto kategoritë të cenushme, pensionistët, fëmijët, personat, po them, që kanë probleme të ndryshme dhe shëndetësore, ta kenë afër trafikun urban, të kenë mundësi ta shfrytëzojnë të njëjtin për vizituar këto, për të kryer ndonjë punë në qytete të tjera. Unë pikërisht në këtë temë do të kapëm. Unë për shembull e kam babain pensioner, është 88 vjeçar. Ai ka nevoja... Një ekonomist i njohur, domethënë. Po, ai ka nevoja për të dalë në qytet. Dhe detyrimisht dikush duhet të përkujdeset për të. Në momentet caktuara unë nuk e kam mundësinë të kujdesem për të se kam punët e mia gjatë ditës. Domethënë, ai i detyrueshëm apo do të ishte i mirë pritur një autobus i cili do të vinte në lagjën Velania dhe do të hipte aty dhe do të zbriste diku ku ka nevojë. Po vetë për gërmit ata zëmë, ose kudo tjetër që... Ai nuk i ka atë mundësi. Domethënë, unë po nisem me shqetësimin për shtëpisë time. Trafiku urban për Velanin ka qenë jashtëzakonisht i nevojshëm. Ka pas mënyra të ndryshme për ta projektuar dhe programuar një autobus lokal për në Velani. Po pse ka ndodhur kjo? Arsyeja të cilën nuk mund ta jep as komuna, as kryetarët e komunave. Jam pa fjalë thu. Absolutisht. Ta them unë. Si është mundur një komunitet aq të madh, vërtet o pyetje legjitime, komuniteti i madh. Këto temat nacionale politike po na i mbushin tavolinën e debateve me prioritete tjera më konkrete. Lagja Velania është në kategorinë A të taksapaguzve për Prishtinën, dhe nëse jeti në kategorinë A, atëherë normal që edhe komuna është e obliguar që taksapaguzve të ja u kthejnë në një mënyrë në investime taksat të cilët i paguajnë. Do të ishte në rregull kështu. Në Velani nuk ka ndodhur asnjë ndryshim që nga 99-a. Do me thënë, rrugët në Velani... Janë mirëmbajtur disa rrugë, janë nështruar me asfalt. Absolutisht jo, shiko. Ka pas ndërhyrje për shembull në rrugë ku është futur një gyp i ujit nga kompania... Simbolike, vërtet. Jo. Ka pasur kur është fut. Me qenë se është fut gypi, është dashur t'i mbulojnë gropa dhe t'a asfaltojnë prapë. Do me thënë, ka pas, kur janë futur disa kavllot të rrymës, nga Keku, i kanë hapur gropat dhe është dashur t'i mbyllin dhe t'a asfaltojnë prapë. Po jo ndonjë investim në Velani që thuash është bërë investim direkt në lagjën Velania. Do me thënë, për interes për komunitet. Nuk ka pas ndonjë investim që mund thuash që është bërë për lagjën Velania. Deri më sot jo. Çka po për të njerëzve kur po takohesh me njerëz të lagjës? Ta them të drejtën, në atë komunitet me të cilin je rritur dhe njihesh. Lagja mu më njeh. Do me thënë, unë të vetëm çka mund t'i premtoj lagjës time janë premtime konkrete, që të bëhem zëri i tyre. Të bëhem zëri i tyre për hallet e tyre dhe të mia të përbashkëta. Që nuk kanë vetëm hallet e tyre, janë edhe tuat. Po, kemi hallet e përbashkëta,
Shiqo, unë në çdo gjë nisem nga vetvetja. Unë jam baba i 4 fëmijëve dhe jam gjysh i 5 nipave. Dhe jam fëmijë i një babe 88 vjeçar. Që të 3 gjeneratat i keme problemet e njëjta me të gjithë qytetarët dhe banorët e lagjës. Me problemet njëjta janë rritur. Absolutisht. Do me thënë, Dhe nipat po rritën me ato probleme. hallet i kemi të njëjta, nëse unë jam gjysh i 5 nipërve, dikush tjetër në lagje edhe ai është gjysh i 1 apo 2 nipave. Ashtu si mendon ai për nipat e tij, mendoj edhe unë për nipat e mi. Prandaj, në këtë garë kam hy me të vetmin qëllim, që të bëm zëri i tyre dhe zëri im, për problemet e tyre dhe problemet e mia, që i kemi në komunë, në infrastrukturë, në qerdhe, në parqe, në siguri dhe në të gjitha gjëra tjera. A të ndoheni, a keni presion, po them, nga kjo stihia ndërtimeve kolektive? A është menduar që gjithë lagja të ketë një pamje tjetër pas 5 vite, 10 vite? Si e shihni ju? Si e shohin banorët? A e shohin si mundësi? Velania ka qenë dhe është një lagje rezidenciale, do me thënë Ndërtimi të ulët. ndërtimit të ulët. Nëse flasim për çështje të banimit kolektiv, Po thëmë, për t'i mundësuar gjithë komunitetit, infrastrukturën base me adekuate e tjera. deri më tani, në lagjën Velania nuk ka interes për të bërë ndërtim i lartë, Nuk ka kush. nga banorët. Do me thënë, nuk kanë interes banorët që fillojnë ndërtimi i lartë. Qojnë pronat të tyre për ndërtim të lartë, po. Po, do me thënë, nuk shofin ndonjë interes që mund t'i mbuloj metrat katror të tyre, hapësirat e tyre që mund t'i mbuloj me ndonjë ndërtues në ndërtesa. Do me thënë, ajo është për këtë moment nuk besoj, Aktualisht nuk ka. në të ardhme nuk e di, se Po. nuk mund mirë, po ashtu si do të kërkoj lagja, ashtu do të përfaqësoj edhe unë. Po deshi lagja që të kërkojmë mundësi për ndërtime të larta, atër do të përfaqësoj lagjën edhe në atë drejtim. Po nuk deshi lagja, unë do t'jem prapë me lagjën. Dhe me thonë jam fëmija asaj lagje, nuk mund të dalë kundër tyre. Sa jeni sigur se do të përfaqësoni zërin e njerëzve? Si shtu? Tani, Pyetje më direkte. siguria në varët e kutia, Po. sepse askush nuk është profet që ta di se a do t'jem apo s'do t'jem. Jo, a do t'jeni a do t'jeni, po sa, nëse do të zgjidheni, sa jeni sigur që do të mbani fjalën, fara. Shiko, tani nëse flasim rreth çështjes së fjalës, Po. unë do të jap angazhimin tim maksimal në asamblen komunale. Fjalën nuk do ta mbaj për ata, do ta mbaj për familjen time, sepse unë të thash në fillim, unë e kam babën 80 vjeçar, i kam 4 fëmijë dhe i kam 5 nipa. Të gjitha ato hallet që i ka lagja, i kam unë në shtëpinë time. I përjeton. Po, do me Nga thënë- mëngjesin darkë. Do me thënë, nëse unë nuk dua të bëj diçka për babajnë tim, nuk do të bëj as për plesht e lagjës. Sepse në politikë ndajmë një eksperiencë me politikanë të ndryshëm. Pra po të them, Tjetër gjo folin, tjetër pra gjo. po të them, unë nuk i shoh zgjedhjet lokale si çështje politike. Po, lutem. Unë i shoh zgjedhjet lokale si çështje administrative. Unë i shoh zgjedhjet lokale që asambleisti duhet të jetë zë i qytetarit. Duhet që ai ta ngrisë zërin Pa pa unë hallet. akuar shumë politikisht. Absolutisht, nuk Po. ka politik. Ti nuk keme vendos për ligje qendrore. Nuk keme vendos në i politik madhore, a kina mjadhon Prishtinën Amerikës, apo kina mjadhon Gjermanisë. Do me thënë, ne si detyr asambleistët e kemi që të bëhemi zëri qytetarit, që hallet e tyre t'i ngrisim në kuvendin komunal. Vota ju ajo është më rëndësi. Si që po shihet që është më rëndësi në rastin e Zotit Rama, kur ka bllokat të asamblesë komunale, nga rendje, ballavaqime politike, polemika të ashtra tani po të them kështu. Prishtina nuk është vetëm një komunë e rëndëm, po është kryeqytet dhe është një si e rëndësishme. Në ditën kur kam kandiduar për asamblist, unë kam një marrëveshje jo shkimore, gojore me Bek Berishën. Nëse, hipotetikisht po e marrëm që përparim Rama do të jetë kryetari i Prishtinës. Dhe do të vini një projekt shumë i mirë për Prishtinën. Unë do ta votoj.
më ka thënë Beka që edhe unë e votoj. Kështu që unë nuk kam inate me askënd, nuk maj zili me askënd, çdo projekt i mirë për Prishtinën, në të mirë të qytetarëve, votën time e ka kushdo që tjetë kryetar. Pa hezitim, absolutisht. Për atë po ta them se unë do të jem zëri i qytetarit. Nuk do të jem zëri i partisë politike, po zëri i qytetarit. Unë kandidaturën e kam marrë nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës më ka dhënë mundësinë se edhe vetë Aleanca është afër njerëzve edhe afër komunitetit. Andaj edhe për atë arsye kam pranu dhe kam hyrë në garë në këtë cikël. Po, si vlerësoni kandidatin e AK-s, Bek Berisha, parti me cilën edhe po garani? Bek Berisha është vetvetja. Është i sinqert, nuk din të bëj lojra politike, mirë po e parë është se Bek Berisha është rritur në Prishtinë. Dhe realiteti, unë e shoh Bek Berishën, mos them alla Trumpin. Vërtet? Po. Beka e ka fushatën e njëjtë, po pa të ndërhyrjen artificiale. Domethënë, është original këtu. gjithçka që ka thot, është vetvetja, është i sinqert dhe është original. A ka një mend garën për Prishtinën, për ta qeverisur Prishtinën ndryshe? Bek Berisha e ka patur një mend edhe kur ka dalë si ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kur e ka vendosur jetën e vet para qytetarëve të Kosovës, kur e ka vendosur jetën e tij në sakrificë për të qenë ky vend i lirë, unë besoj fuqishëm se Bek Berisha ka vendosur që edhe Prishtinën ta menaxhoj me sinqeritet, ashtu si është vetë. Pa heziti. A i një lindë rritë në Prishtinë? Po. Vërtet më falë. Unë kam ardhur 3 ditë në Prishtinë. Jam i lindur në Gjilan. Po, nga Gjilani, po. Familja Nuk mund të mohoj, unë jam me prejardhi nga Gjilani. Mos them, jam pak lokalist. Edhe kështu që gjithkund e shpej se... Më ban lidhet, edhe pse e rritë këto, më ban lidhet në Gjilan. Gjithë familjen e kam në Gjilan. Jam i lindur në Gjilan dhe do të vazhdoj të jem Gjilanas. I rritur në Prishtinë. Gjilanas i rritur në Prishtinë. Gjakovartë shuën së paku në publik për lidhje lokalistëve. Por tani na del që dhe Gjilanxhit dhe një falloj enklave e funksionimit midis tyre. Unë në familji, gjithmonë me familje, nga premta dhe në të dielën e kem kaluar në Gilan. Se zakonisht jemi Gilanli, jo Gjilanas. Edhe pasi jam rritur, kam vazhduar të kem shoqëri miq në Gilan dhe shpesher e kam vizituar Gilanin. Kam nostalgji shumë për atë qytet, e du mos them më shumë se Prishtinën, sepse ishte ndeshja para 2-3 ditësh edhe në subjektin Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i morëm biletat për të shku, thash unë nuk vesu një me dritën. Edhe me qenë se vetëm unë dhe disa çuna aty që jemi të Gilanit, ishim me dritën, ja falem barazimin Prishtinës 2-2. Ju bëra këtë pyetje me që se një, po them, lind atje 2-3 ditë, po këni ardhë me prind se na i dartë një ekonomist, njërën ka familja Klaiq, e një orë dhe Ngilan, naturalisht. Qka i duhet Prishtinës sot, objektivisht, si pas jush? Prishtinës i duhet gjithçka. Gjithçka që është e mirë. Emergjente qka është për Prishtinën e sot? Emergjente Prishtinës i duhet siguria. I duhet siguria e fëmijëve në shkolla. Prishtinës, përveç sigurisë, i duhen edhe, mos them, i duhet edhe që plestan të jetojnë dinitetshëm. Edhe ajo i duhet Prishtinës. Po, emergjente për Prishtinës është siguria. Çështja e sigurisë është çështja e parë që mu më prek Mësë shumë të kjo. Mësë shumë ti. Sepse, shiko,
Nëse lejojmë që të shkatrohen gjenerata të reja nga fëmiria, atëherë të ardhme nuk kemi. Andaj ne duhet të përkujdesemi për këta fëmijë sot, që ta kemi një të ardhme të ndryshme. Që ata fëmijë sot të mund të realizojnë ëndrat e tyre në një vend të lirë. Siguria në shkolla nuk është nivel. Siguria, shiko tani, nëse flasëm për sigurinë në shkolla, në momentin kur presidentja e shtetit del edhe thot se siguria në shkolla nuk është në nivel, pastërtia në shkolla nuk është në nivel. Pasi bllaf politik më shumë nga ana saj. Me që se një vit më herët kishte thënë se është në rregull, për shembull, shërbimi ku po i çon të fëmijët e saj në shkollën fillore të ulët mesme, si është Ismail Qemali. Shiko, tani por ishte një mesazh, mund edhe ta shohin si bllaf. Një qytetar i thjesht, i rëndomt, nuk e shes si bllaf, po e shes si frikë. E shes si shqetësim. Sepse po thot presidentja e shtetit, nuk po thot një media, nuk po thot një gazetar, po nuk po thot dadaraz, po thot presidentja e shtetit. Andaj është shqetësim për qytetarët. Edhe unë e shes si shqetësim. Në për shkollat tona, fillore dhe shkollat e mesme, shpesher hasët në lanë narkotike, shpesher hasët në armë të ftofta, shpesher hasët edhe në armë të nxehta, shpesher ka kasafytje ku duhet të ndërhyjë edhe policia. A do duhet komuna bashkë me policinë ta vënë funksion zbatimi legjit për policinë komunale? Unë mendoj se sa është rëndësishme kjo që mos humbet kohë nga ta. Prishtina nuk është dashur të humbë kohë hiç. Ligji për Prishtinën është dashur të kaloj më herët. Te zbatimi është tani. Shiko, edhe te zbatimi nëse politikat qendrore mos them e anashkalojnë këtë zbatimin, atëherë rreziku jetë mbi qytetarët. Ju po përmeni disa herë për Parim Ramën. Po. Që mund jetaj që mund të fitoj Prishtinën. Shiko, historiku i ballotazheve ka treguar që parashikueshmëria është e cënueshme, nuk mund të jetë e sigurt. Shiko tani, nëse flasëm në këtë drejtim, kjo është hipotetike. Sakt. Unë them se Bek Berisha do të jetë kryetari i Prishtinës. Edhe unë mendoj se me Bek Berishën do të kemi mundësi të shtyjmë gjitha këto projekte përpara. Sepse Bek Berisha është njëri fjalës tash, është i sinqert. Nuk bën demagogji thosh. Jo, absolutisht. Te Bek Berisha nuk ka demagogji. Te Bek Berisha ose bëhet, ose bëhet. S'ka zbëhet. Dhe me thënë, unë besoj shumë që Bek Berisha do të jetë kryetari i jashtëm i Prishtinës. Vendi ku je tani duke edhe në këtë intervistë është në Arbri. Po. Sa bërë nga Velania për të ardhur në Arbri? Sa është qetësuese, si thonë, kaosi në trafik? Tani po flasëm rreth kaosit në trafik. Trafiku nuk është vetëm problem infrastrukturor, po është edhe problem i shoferëve. Edhe i shoferëve, thonë? Absolutisht po. Ma shpjego? Shiko tani. Se vetë jem shofer, tatë. Po, unë dhe ti jemi shofer dhe kemi shofera tjerë, nga njëherë nga rresa në trafik bëhet për shkak të shoferit. Jo për shkak të rrugës që nuk mund të dalësh. Dhe më thënë, ne kemi probleme edhe me këto. Shembull, ndalen makinat vend e pa vend në rrugë. Sidomos në këto zonat që janë mos them më të thella, shembull, nga shkolla teknike, derisa të vish mbrapa komunës së vjetër, ti sheh veturat që ndalen mes rrugës dhe dalin për të blerë cigare. Aty kam punën, aty. Ku e kam punën, parkoj. Shumë në rregull. Atë do ta bëjmë kështu. Ose ti mbyllim bizneset që janë për skejt rrugës. Gjova, kundërvajtje. Ose të vendosim rregull në trafik, ku vozici nuk guxon të ndalet aty ku nuk ka të drejtë të ndalet. Se është interesant, vetura hyp në trotuar, parkohet, qytetari del në rrugë, vetura tjetër duhet të ngadalësohet shkaku i qytetarit në rrugë, ndërsa aty ku duhet të jetë qytetari është e parkuar vetura. Pse të lëviz tutje?
Ku ka punën, le ta parkon. Shumë në rregull. Po pse po e detyron qytetarin që të dalë në rrugë pastaj? Kjo është problemi. Qytetarët janë Ose duhet të shkelin mbi vetura që të ecin qytetarët. Ku ka punën, parkon makinën. Tjetra, kam filluar disa shtigje të biciklistave. Po. Ne dim sa biciklista ka Prishtina. Do me thënë, në gjithë Prishtinën mund t'i mbledhësh një 500 biciklista, ndërsa i ki 500.000 vetura. Në momentin kur ti ngushton rrugën, atëherë nuk ka vend, as për biciklistin, as për veturat, e as për trotuarin për të qytetarët. Këtu, ose duhet të zërohen rrugët, të bën një kashe, shumica e rrugëve. Si të duke i Prishtina, pa këto makina që parkohen vende pa vend, pa këtë zallamajit, si të duke i Prishtina? Të duke shumë e shëmtuar. Shiko, Jo, si të duke i pa këto makina, nëse tani- nëse do të kishim këtë hapësirë publike që e ka sot Prishtina. ne duhet të marrim modelet e vendeve tjera për të organizuar trafiku në Prishtinë. Sepse nuk është shpikje e shekullit nëse ti e merr një model në një vend dhe e aplikon në vendin tënd. Ka ndalë Bajaziti, nuk është që s'ka ndalë kryetarët e komuna për ta pa botën. Është shumë interesante. Kur dalin Nuk është që janë të enklavizuar. Kur dalin kryetarët e komunave në për botë, bëhen njësoj të kulturuar dhe të edukuar si ajo pjesë e botës. Sa po të vinë në aeroportin e Prishtinës, ndoshta edhe fryma, ajri apo diçka ndryshojnë atë mentalitetin, edhe kur dalin kryetarët e komunave në Prishtinë, bëhen ata që janë të Prishtinës. Kur me raste në bënin vizit Bajaziti jashtë vendit, kur she ato qytete? Shiko, Unë merë lakmi atyre vendeve? Po, shiko, unë kam qenë, po e marrëm hipotetikisht se është më afër. Herën e fundit tani kam qenë në Selanik. Rruga Cimiski është e gjatë diku një 2 kilometra parafërsisht. Në rrugën Cimiski është i përqendruar i gjithë biznesi i Selanikut. Do me thënë, restoranet më ekskluzive apo restoranet janë në anën e majtë, ndërsa në anën e djathtë është Bregdeti. E ke qendrën e Aristotelit aty, dhe e gjitha ajo rrugë është via e makinave, por nuk guxon asnjë makinë të ndalet para një lokali apo para një biznesi. Mundet vetëm të vazhdoj, të ecë, po jo të ndalet. I ka Kjo punë është e mundur, Absolutisht pasi po. dilemë ndodhë në Prishtinë. absolutisht po. Po, zbatu ligji nuk do ta kemi këtë kaos Se këtu. po për të zbatuar ligjin, shiko, shoferi ka detyrimet e veta, po i ka dhe drejtat e tij. Të drejtat e tij janë që ti mundësosh ti bësh vend parking. Sepse ai pagun taksë rrugore. Dhe në momentin që pagun taksë rrugore, ti si komunë je detyruar për ti krijuar kushte shoferit për të parkuar. Ne flasim për një Prishtinë ku thot, shembull të marr hipotetikisht, një zyrtar komunal ku thot, ne do t'ju bëhemi armiq veturave. Dhe sa po e thot atë fjalë, pas 10 minutave shef atë vetë me veturë, duke vazhduar. Si mund t'i bësh armiq ti shoferave kur i kim mbi 200.000 vetura që i në Prishtinë? Kur mos them, një ndër bizneset më të mëdha është nafta e benzini. Si mund të bësh armiq? Edhe parkingjet janë biznes Ti armik? jashtëzakonshëm. Jo. Çmimet duket se kanë të turuar. Shiko, Edhe për shkak kostos së përgjithshme, por nuk Po, sektori privat i ka politikat e veta. po Ashtu si fluturojnë çmimet, ti fluturon edhe me taks. Do me thënë, ti nuk mund të kapësh me sektorin privat se ti e ke bërë 2 euro parkingun, sepse kur e bën ai 2 euro parkingun, ti me 20% ja merr 40 cent po për parking, taks. Po ti si komunë çka ke bërë? Flitet këtu thot do ta bëjmë parkingun në hyrje të Prishtinës dhe ti pastaj do të hipesh në autobus dhe do të vish në Prishtinë. Po kush je ti që më trego mu si vozit në unë, me autobus apo me makinë? Me çfarë të drejtë ke ti si kryetar komunit ma ndalosh mu të futën me makinë në Prishtinë? Në cilin vend e kanë aplikuar këtë farë roli që njeriu që vjen nga Komorani nuk ka drejtë hyn në Prishtinë me makinë? Pse Prishtina është e kryetarit komunës? Prishtina është të gjithëve. Dhe ke të drejtë të hysh edhe me makinë, edhe këmbë, edhe me autobus. Por si komunë, ti je detyruar që të më mundësosh
të parkohem në vend parkingje jo jashtë Prishtinës, edhe brenda Prishtinës. Sepse Prishtina ka mundësi ta bëjë atë. Çfarë i duhet tjetër gjë Prishtinës që është Prishtinës imediate? Tani, a janë këto projektet e infrastrukturës unazore mbi të cilat po zhvillohet tash e vite them polemika se si ndërtohen, si zbatohen këto projekte, kush këpë blokon e tjera. Një debat që kena dëgjuar dhe që vazhdon ende midis ta zëm qeverisë në detyrë, po, dhe qendrore. Shiko, është shumë interesante që çdo projekt i madh që bëhet në Prishtinë, do ta gjejë një arsye që ose kemi neglizhencë për qeverisë qendrore, ose nuk i kemi të hyrat buxhetore, ose kemi probleme të ndryshme. Dhe arsyetime po, do me thënë, puna nuk po kryhet. Në çdo projekt madhor në Prishtinë, s'po flas për komuna tjera, po flas për Prishtinën, mund të gjesh vetëm arsyetime pse nuk kryen projektet. Ato ti mbaron dhe Bek Berisha gjitha këto. Unë besoj fuqishëm se thash Bek Berisha ose e bën ose e bën. Te Bek Berisha s'ka se bën. Nuk do të arsyetoj Bek Berisha. Absolutisht. Po nuk mundesh me pas arsye. Çfarë arsye ke ti për secilin gjë ke arsye? Është le të gjesh arsye. Unë falë se unë s'po muj me bë se s'po mlen Ministria e Ambientit. Gjimgjema rruga filloi atje. Tani, Unoza pikrisht për Gjemgjemën. Mos ta harrojmë një gjë. Gjemgjema është kontribusi më i madh i sot që ne jetojmë të lirë. A do t'ishte turp që një rrugë t'i vendoset ta jemi dhe mos të përfundoj? Do me thonë të vendoset një emër aq i madh dhe mos të përfundoj. Në plafon polemika. Dhe të arsyetosh me atë që rruga Gjemgjema. Asaj së pari nuk është dashur t'i vendoset emri para se të përfundoj, dhe pasi të përfundoj është dashur t'i vendoset emri, po të thush një rrugë, një unazë që e kam nisë për Prishtinën nuk ka mundësi me kry shkaku i polemika me nivelin qendror. Po jo të thirrësh në atë rruga Gjemgjema. Po bë edhe njëjtë me sheshin George Bush. Shumë rregull. Po te polemika, konflikte ligjore, beteja në gjykata, po vjen ende kjo. Nuk e di ç'po ndodh. Unë vetëm si e keni parë gjithë këtë situatë, po them. Në fund koston po e paguan qytetari. Ta them, këto më duken më shumë tragjiko-komedike. Në njërën anë të vjetë të qeshësh, se çka po ndodh, në mes të polemika, në tjetrën anë të vjen të qash për atë se çka po përballon qytetari i Prishtinës. Ke parë komuna të tjera që kanë bërë projekte të jashtëzakonshme kapital infrastrukturore. Unë prapë do të them. Në vend ndryshme dhe ta shohësh Prishtinën që po mbetet në këtë fazë mungesës së zhvillimit, të bllokimit të projekteve strategjike është si do të mund të justifikohet kjo? Unë prapë do të them. Ose po la tjetër. Është për të qeshur për polemikat që vijojnë mes nivelit qendror dhe atij lokal. Ndërsa është për të qarë për atë që ka përjeton qytetari Prishtinës në Prishtinë. Për ju kush mban fajin për këtë? Të dytë. Nuk është asnjëri pa faj. Janë të dytë fajtor. Në një projekt është fajtor komuna, në tjetrin projekt është fajtor niveli qendror. Tani, aty ku është fajtore komuna, niveli qendror e sulmon sepse nuk e kryve këtë projekt. Ta zëm pajazitit e sheshit George Bush, gjatë kohës kur komunën e qeverisë të Shpendameti zhujnin ndjeni se në platformën katastrale, në hapësirën katastrale të Universitetit Prishtinës u ndërtu gjithaj parking. Po, parkingu sot është i shfrytzueshëm, siç janë të shfrytzueshme edhe në funksion dhe objektet afariste, nëse mund ta them ashtu, që shtrihen s'ka vendit të sheshit aty. Dhe tani, si është e mundur që qenë ka qenë në rregull të ndërtohet ajo dhe të mos ndërtohet ta zëm sheshi George Bush. Kur ka qenë kryetar Shpendameti, si ta kuptojmë situatën? Nëse ka qenë hapësirë, është hapësirë e rëndësishme trashëgimisë gjithë ajo. Kur ka qenë kryetar Shpendameti, niveli qendror nuk ka qenë kaq shumë inatçor për të ndaluar Shpendametin me projektet madhore që i vinë krye qytetit. Ç'është atë trashëgimisë kulturore? Trashëgimi, shumë mirë. Aty po thonë se ka artefakte, apo? Po. Ti nxjerrim. Ç'a na don artefaktit në tokë, valla. Neve na don artefakti shohim lart.
Ti nxjerrim. Është shumë e lehtë ajo punë. Apo vim politik në fakt me një temë që është e paqen, sipas jush. Siç është trashëgimia kulturore, marrin se bet trashëgimi kulturore për ta bllokuar. Unë ashtu besoj, se në momentin që ti thu se aty gjenden disa artefakte. Jo vetëm artefakte, është zonë me rëndësi sipas Institutit Shumë për rregull. të trashëgimit. Është zonë me rëndësi të veçanta, po? Po. Ta zbulojmë çfarë zonë është vëlla. Si që ka zonë me rëndësi të veçantë kur u ndërtua parkingu në gjithë katastrale. Po e flasim hipotetikisht që ka nën tokë ajo zona e veçanta, po. Po. Po çka na duhet një gjë që nuk e shohim. Çka mund të më thush ti mu që aty poshtë ka mermer? Ha? Po nuk pesho për burr. Po, ajo mund të ketë. Të trashëgimisë kulturore janë komplekse, vazhditi. Ka natyrën shumë komplekse. Ndoshta mirëmbajtjes të kujdesit. Do të thënë, ne nuk kemi mundësi të mirëmbajmë, të kujdesmi për të dhe për atë arsye i lejmë nën tokë, apo? Ka cilësime shkencore për. Mirë, në rregull, unë nuk jam shkencëtar. As nuk jam ekspert i trashëgimisë kulturore. Apo duket e besueshme. Jo, po ta them. Nëse vite më herët, kur komunën e qeverisë të Shpendameti, i njëjti u lejua ta ndërtoj platformën e infrastrukturës së parkingut në tokësor, në një zonë katastrale ku, sipas Institutit për mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore, Ministrisë Kulturës, ajo zonë është me rëndësi të veçantë. Tani për këtë arsye u blloku dhe zoti Rama. Tashti këtu duhet ta bëjmë një gjë tjetër. Ose duhet Kujt i besojmë? Asaj kohë apo jo do t'i besojmë prokurorisë. Po. Të ta thrasim prokurorinë, Instituti për trashëgimi kulturore, të bëjë një padi për ata që i kanë leju Shpendahmetit për ta që në rrethonat e kohës. Po, për ta ndërtuar. S'ka lidhje rrethonat e kohës ato trashëgimia kulturore ka qenë edhe atëherë tash. Po. T'ja bëjë një padi niveli qendror, pse e ka leju zoti Shpendahmetit të punoj aty. Nëse në atë institut kanë qenë po të njëjtit persona që janë sot. Si nuk e denoncuan atë kohë. Jo, nëse në atë institut kanë qenë të njëjtë persona që janë sot dhe që ja kanë leju Shpendahmetit, ata lirisht në shkojnë në polici, të lajmërohen, t'ja vënë prangat vetë dhe shkojnë burg. Në një hapësirë është, po. Ata e pas kanë shkatruar trashëgimin kulturore. Nëse në të kundërtën nuk i ka pyet Shpendahmeti, ta marrë Shpendahmetin ta fusin burg, se na i pas ka shkatruar trashëgimin kulturore. Sa ka qenë për ju Prishtina mbështetur me projekte nga qeveria qendrore në këto 4 vite? Shiko, tashti nëse flasim për sa ka ndikuar grindja, nëse mund ta them ashtu. Nuk po du të hyj. Zoti Rama gjithë është ankuar. Unë nuk po du të hyj në atë pjesë. Është e vërtetë që zoti Rama se unë jam kandidat për asamble komunale. Ta flas realitetin, realisht nuk du të hyj në atë pjesë rreth qeverisë qendrore dhe lokale. Mirë po. Jeni kandidat? Unë flas edhe për qeverinë lokale, qendrore, më fal. Them, qeveria qendrore ankohet në të bërat apo të pa bërat e qeverive të kaluara. Po nuk ndryshon asgjë që një të pa bërë të tyre ta bëj vetë. Ligjin për Prishtinën e solli qeveria Haradinaj. Po vetëm ankesa ka. Kështu që edhe për Parim Rama, një punë që s'mund ta bëj, fillon të ankohet. I tillë është. Absolutisht, unë e shoh ashtu. Unë si kryetar, shiqo, unë kam pas, ta them realitetin, unë kam pas pritshmëri jashtëzakonisht e madhe nga për Parim Rama. Vërtet? Absolutisht, një arkitekt me renome botnore, një njeri i cili e la Londrën edhe erdhi në Prishtinë për të bërë kryetar komune. Nuk është privilegj ta lesh Londrën dhe të vish Prishtinë. Domethënë se posti i kryetarit komunës, mos them në mënyrën e një arkitekti me renome, është më i vogël. Kryetari i komunës administron pasuri të çmueshme të Prishtinës. Krejt në rregull. Të jashtëzakonshme. Po ky ka qenë një arkitekт me renome. Qindra miliona euro. Absolutisht s'ka lidhje ajo. Ky ka qenë një arkitekт me renome. Edhe kur të thirrësh në përvojën e tij, atëherë të thu vallai, pak është kjo për ty kryetar komunë, është dashur të jetë kryeministër. Në një post më të lartë, po dhe ashtu, domethënë si ka vepruar e ka në Prishtinë. Po. Dhe tani nga pritshmëritë e një njeriu të madh, çfarë bilaze kemi? Pritshmëritë janë në një rënon është Pinokio, domethënë po e kupton Pinokio. Po.
Ndërsa në anën tjetër është Çarli Çaplini. Faziti, Unë e kisha vlerësuar me çdo dyja. sa janë të rëndësishme këto ditë që kanë mbetur për ju që Për mua siguroni mbështetje për mua çdo ditë e rëndësishme. Ta them Të të drejtën, komunitetit. ta them të drejtën, unë gjithkohën dal në teren, bisedoj me qytetar, i qajmë hallet së bashku dhe të gjitha ato që mi thoj qytetarët mu, unë i vendosni një letër dhe vazhdoj të merrem me ato dhe ta krijoj një projekt apo një strategji se si do të veproj gjatë 4 viteve të ardhshme në komunën e Prishtinës. gjitha këto brega i bashkëndarje që u takoni me njerëz kanë kërkesa natyrisht për të ndryshme. Po. Këto kërkesa i bashkëndarje edhe me kandidatin për kryetar, zotin Bek Berisha, i tregoni se çfarë po thonë njerëz? Unë zakonisht çdo të hejtë të takomi me kryetarin, me kandidatin për kryetar Bek Berishën dhe i elaborojmë kërkesat. Me qenë se i gjithë programi i Bek Berishës është i bërë në përmes halleve të cilat ne kandidatët ja dërgojmë kandidatët për Hallet kryetar. njerëz janë shndruar në platformë Në platformë, po. Do me thënë, Beka nuk ka bërë ndonjë program megaloman Fantastik është këndësor, me po. faktura që s'mund t'i mbuloj as qeveria britanike lemë kjo e Kosovës, po realisht ka bërë një program, një platformë ku hallet e qytetarëve do të zgjidhen një nga një për 4 vite. Çdo gjë është e lehtë. Rit. Ti mund ta dash çdo 6 muaj që ta krysh një problem. Për 4 vite i ke 8 probleme madhore në Prishtinë, ato 8 i kryjnë. Po, ti vullnet kryen ato, Po, nuk ka do me dilemë, thënë, nëse ke vullnet të mirë, çdo problem i Prishtinës kryhet. Ndoshta dikun duhet sajuar, ndoshta dikun duhet riparuar, ndoshta dikun duhet rindërtuar, ndoshta dikun duhet pa mjete materiale, sepse institucionet ekzistojnë, po çdo problem i Prishtinës, me një kryetar të dinjitetshëm, me një kryetar të sinqert kryen. Andaj, unë e besoj që me Bek Berishën gjitha problemet e Prishtinës, mos themi të gjitha, po hipotetikisht gjitha këto problemet e mëdha të Prishtinës, do të qëndroheshin në pa probleme. Paziti i drejt për drejt në komunikim me këtë. Pra, sa mund të një. Ma të rego një model të fushatës që bën me njerëz, si ua kërkon votën. Shiko, unë të thëmë të drejtën qytetarëve... Çfarë u thua kështu? Shlirë, po të thëmë, po. qysh ju thëmë qytetarëve flasë edhe me ty. Unë nuk jem qelës i zgjedhjes problemit tëndë. Unë muj me qenë zonë ytë. Nëse me ndonë që unë të përfatsoj ty, dhe nëse me ndonë që unë do t'jem zonë ytë në asamblenë komunale, më voto. E vetëmja gjatë ta premtoj se ato hallet që mi përcjell ti mu, unë do t'i përfatsoj në kuvendin komunal. Dhe asgjë tjetër. As nuk mund të premtoj ty se të gjej vend pune, po do të mundohem që të zgjidhi problemin e vendeve të punës. As nuk mund të premtoj ty se do të ndërtoj unë qerdhe, po do të mundohem që ta zgjedh çështjen e qerdheve në Prishtinë. As nuk premtoj ty që unë ndërtoj shkolla, po do të mundohem që ta zgjedh problemin e shkollave në Prishtinë. As nuk premtoj ty që unë do të mund të bëj diçka për pensionerët e Prishtinës apo për plesht e Prishtinës, po do të mundohem që ta zgjedh një problem sa do të vogël për plesht e Prishtinës. Këto janë premtimet e mia. Unë s'kam premtime që kushtojnë me kosto, edhe s'kam premtime që kushtojnë që janë një logjike. Premtimet i kam të sinqerta dhe këto nuk janë premtime, po këto janë obligime që unë i ndjej ndaj familjes time. Se ato premtime do t'jap familjes time, se po gjitha kërkesat që i kanë qytetarët në rrugë, unë i kam në shtëpi. Kështu që kjo është mënyra se si e kërkojmë votën. Paziti, të falenderoj për kohën Faleminderit edhe në këtë juve. intervistë. Gjithë mirat, faleminderit shumë.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.